Dear participants, please join us for the press conference between Prime Minister of Albania, Edi Rama, and Commissioner for Enlargement, Marta Kos. Edi Rama dhe Komisioneres për zgjerimin, Marta Kos. Përshëndetje, ishte një tjetër ditë europiane në plot kuptimin e fjalës për Shqipërinë dhe Tiranën, ku u mblodhëm për summitin e planit të rritjes së Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor, një tryezë që është ndërtuar për të bërë një bilanc të periudhës midis summiteve, për të vlerësuar rezultatet e nismave të përbashkëta, për të nënvizuar angazhimet e reja, për të ndjekur në mënyrë të detajuar kalendarin e detyrave që ka çdo njëri nga shtetet e Ballkanit Perëndimor në raport me planin e ri të rritjes, dhe për të diskutuar në fund në mënyrë të lirshme lidhur me gjithçka që secili ndjen të nevojshme të ndaj me tryezën. Sot mund të them që kemi mbyllur një takim edhe një herë tjetër të frytshëm, me hapa konkret të mëtejshëm që e afrojnë më tej rajonin me Bashkimin Evropian, duke konfirmuar përsëri se plani i rritjes është një urë e shpejt dhe e sigurt drejt tregut përbashkët Evropian. Shkurtimisht po sjell këtu në vëmendje të publikut disa nga angazhimet, roamingu që me marrëveshjen e re do të përfshihet edhe për qytetarët tanë në regjimin e Bashkimit Evropian, një hap shumë i rëndësishëm dhe do me thënës pas atij me pagesat, të cilat tani më bëhen pa asnjë ngarkesë ekstra, duke kursyer dhjetra miliona euro nga xhepat e qytetarëve të secilit prej vendeve të Bashkimit të Ballkanit Perëndimor. Ndërlidhja me korridoret europiane vazhdon të mbetet prioritet dhe vazhdon të financohet nga instrumentat e Bashkimit Evropian. Tregtia dhe lehtësimi i saj përmes një plani të detajuar lidhur me pikat kufitare, transformimi digjital dhe identiteti digjital, të cilin ne kemi gratis që kemi prezantuar dhe do ta fusim në jetën reale në fillim të vitit të ardhshëm, duke praktikisht i paraprirë atij që do të jetë pastaj gjithë sistemi i identifikimit digjital të Bashkimit Evropian, që do të thotë s'do të ketë më nevojë për karta identiteti, për pashaporta e kështu me radhë, sepse identifikimi do të bëhet thjesht përmes celularit. Dhe po ashtu, identiteti digital do të vlejë dhe për shumë aktivitete të tjera që kanë të bëjnë me transakcione financiare, që kanë të bëjnë me blerjet e drejt për drejta përmes telefonit, dhe patjetër folëm edhe për afrimin në zinxhirin e vlerës Bashkimit Evropian
në aspektin industrial dhe për turizmin si një komponente që duhet fuqizuar në sensin e bashkëpunimit mes vendeve, në ndërkohë që mendoj se kemi hapur një shtek tjetër për të bashkëpunuar me Komisionin në funksion të fuqizimit të arsimit lartë përmes ndërkombëtarizimit, gjë që ne kemi filluar në Shqipëri, por me ndihmën edhe mbështetjen e Komisionit besoj që mund ta çojmë në një nivel tjetër dhe jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë rajonin. Në mbyllje dua të falenderoj sinqerisht të gjithë ata që morën pjesë për praninë, për kontributin e tyre, dua të falenderoj në mënyrë të posaçme Komisionin Evropian për faqësinë, misionin, ambasadën, nuk e kam kuptuar akoma si quhet delegacionin e Komisionit Evropian në Tiranë për punën e bërë në bashkëpunim me ne, të gjithë institucionet e tjera të pranishme dhe në fund, por jo për garancia, komisioneren e cila është përsëri këtu në Shqipëri dhe me cilën takohemi shumë shpejt pas momentit historik të pak ditëve më parë të çeljes të gjithë kapitujve të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Shumë faleminderit edhe një herë dhe e dashur Marta, fjala është për ju. Përshëndetje dhe të shoh gazetare, të shoh miq. We are at the halftime point of the growth plan and thank you. Tashmë kemi arritur në mes të periudhës 4-vjeçare të planit të rritjes dhe faleminderit i nderuar kryeministër që e keni bërë të mundur që ne të diskutojmë në këtë nivel me këtë plan rritje që është kaq i rëndësishëm për vendet e Ballkanit Perëndimor që të ndihmojë ato të ecë përpara. Unë kam kënaqësi gjithmonë që kthehem në Tiranë shpesh për takime dypalçe apo në këtë rast për takime me vendet e Ballkanit Perëndimor për të mbështetur jo vetëm ecurinë e Shqipërisë drejt antarësimit në BE, sepse unë ndjej angazhimin tuaj, por edhe angazhimin e të gjitha vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor. Sot kemi pasur diskutime të hapura mbi mënyrat e ndryshme për të përshpejtuar zbatimin, si edhe për ta bërë planin e rritjes një histori suksesi që sjell rezultate për të gjithë qytetarët e Ballkanit Perëndimor. Folëm gjithashtu edhe për nevojën për të zgjeruar vetë nocionin e zgjerimit. Pra, është e vërtetë që zgjerimi është shumë më shumë se sa thjesht zgjerim, por mbi të gjitha për t'ju integruar të gjithëve ju sa më shpejt që t'jete mundur në gjithnjë e më shumë fusha të politikave të BE-s, jo vetëm në tregun e përbashkët të BE-s, por edhe në tregun ton të energjisë, në zinxhirët pan-europian të vlerës dhe për shembull vetëm javën e shkuar, kolegji miratoi mbrojtjen e demokracisë dhe strategjinë për shoqërinë civile, që si në vendet kandidate ashtu edhe shtetet anëtare të BE-s, pra të trajtohen si të barabarta. Unë jam shumë krenare për këtë dhe ne do të shkojmë edhe më tej, duke ju përfshirë në përpjekjet tona për të mbrojtur demokracinë dhe vlerat tona. Duam që Bashkimi Evropian të bëhet një realitet i prekshëm në vendet tuaja që sot, që të sjellë begati, siguri dhe stabilitet për të gjithë ne. Në disa fusha kjo gjë tashmë po merr formë. Shqiptarët, malazezët dhe maqedonasit të Veriut tashmë përfitojnë nga kosto më të ulta të transaksioneve fal SEPA-s. Por, objektivi ynë është që të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor të ecin përpara në sinkron dhe nuk duam që të krijohen hendeqe të reja mes jush 6 vendeve tuaja, sepse në fund të fundit të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor i përkasen Bashkimit Evropian, pra duhet jenë pjesë e tij dhe të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të bëhen shtete anëtare me të drejta të plota dhe e theksoj edhe një herë me të drejta të plota të Bashkimit Evropian si shpërblimi merituar për parafrimin e plot me legjislacionin e BE-s dhe akoma edhe më rëndësishme me vlerat e BE-s. Pra, le të përqendrohemi sot tek mënyrat se si mund të përshpejtojmë punën në pjesën e dytë. Dhe kemi një afat veçanërisht të rëndësishëm që po afron në qershor. Ne do të kemi skadimin e periudhës tranzitore 1 vjeçare për reformat e papërmbushura nga raundi i dytë i raportimit dhe për këtë arsye i bëj thirrje të gjithë udhëheqësve të rajonit që të punojnë akoma më fort për reformat. Gjithashtu, ne kemi arritur edhe shumë
shumë sa i përket tarifave roaming për shembull, por pra ne nuk kemi më tarifa shtesë për thirrjet ndërkombëtare brenda Bashkimit Evropian. Pse duhet të keni ju? Dhe për këtë duhet punojmë akoma dhe më shumë për të kemi përshpajtim të parafrimit me rregullat e EBS. Sa i përket korsive të gjelbra, zbatimi është në vijim. Vitin e kaluar në ram dakord për 11 pika të përbashkëta kalimi ndërmjet BE-s dhe Ballkanit Perëndimor, dhe 5 pika të tilla brenda Ballkanit Perëndimor, pra ndërmjet vetë vendeve të rajonit. Dhe sot, siç e pat Komisioni dhe Banka Botërore shkëmbyen një letër angazhimi që angazhon të gjithëve ne që të ecim përpara më shpejt me fazën e dytë të programit Transporti i Sigurt dhe i Qëndrueshëm, që të zhvillojmë pra projekte për të përmirësuar infrastrukturën e transportit, inovacionin digjital, mbrojtjen e konsumatorit dhe turizmin, sepse kjo do të sjellë përfitime jo vetëm për qytetarët, por edhe për bizneset. E di që ndonjëherë reformat për cilat ne kemi rënë dakord së bashku nuk janë gjithnjë të lehta, por ato bëjnë të mundur përshpejtimin e negociatave të antarësimit në BE, si edhe përgatisën ekonomitë tuaja për tregun e përbashkët. Dhe ashtu siç keni ju dëshirë të na thoni shpesh, ky është një proces shndërrimi, pra transformues dhe sjell rezultate të mëdha. Dhe ky proces sjell edhe mundësi të reja, duke bërë të mundur që ju të trajtoheni si shtet antar në disa prej politikave të BE-s, plus që u tregon edhe vendeve anëtare se ju jeni gati për më shumë, por edhe për integrim më të thelluar në Bashkimin Evropian. Gjithashtu ne diskutuam edhe se si mund të tërheqin më shumë investues të huaj instrumentet tona. Për shembull, ajo që ne presim është që sa më shumë i afrohen BE-s vendet e Ballkanit Perëndimor, dhe siç e dini ju ne përshkruajmë Shqipërinë dhe Malin e Zi si vende pararoj, pra sa më shumë të afrohen, dhe e dim këtë edhe nga të shkuarën, aq më shumë kureshtar bëhen qytetarët e shteteve anëtare, por gjithashtu edhe investuesit të huaj janë më të gatshëm të vinë këtu. Presidentja e Komisionit Ursula von der Leyen më tha për shembull që ka qenë këtu edhe për konferencën e investimeve që u bë në Shqipëri, dhe me të vërtet sa mbresa i kishin lënë asaj të gjitha diskutimet që u bën në këto konferenca, por edhe mua për shembull fakti që dëgjova sot për jush dhe për gëzime që ju do të organizoni një konferencë tjetër investimesh. Përse është kjo e rëndësishme? Sepse është thelbësore për të bërë realitet konvergjencën tuaj ekonomike me vendet e BE-s. Dhe në fund më lejoni të them që na mbeten edhe 2 vite të tjera që plani i rritjes të bëhet dhe të kthehet në një sukses të vërtet, si dhe të përgatisim terrenin për antarësimin tuaj në BE. Dhe duhet ta shfrytëzojmë çdo ditë që të punojmë për të ardhmen europiane të Ballkanit Perëndimor. Faleminderit. Minister and Commissioner, now we invite the journalists to ask. Faleminderit Komisionere, Kryeministër, tash moftojmë gazetarët që të drejtojnë pyetjet e tyre. Ambrozia Meta nga Syri Televizion. Pyetja e parë është për komisioneren për zgjerim. Raporti OSBE-u diri dhe raporti i Komisionit Evropian evidentuan se zgjedhjet e 11 majit ishin një ngjarje pa barabartë ku ke shpërdorën burimet shtetërore, pati intimidim ndaj votuesve, ndikim nga rrjeti i patronazhistëve dhe përfshirje madje edhe nga bandat kriminale. Në gjykimin tuaj si lexoni këtë raport? Ishin zgjedhjet e 11 majit një standard i plotësuar për integrimin, a ishin ato në standardet e Bashkimit Evropian? Dhe për kryeministrin Edi Rama. Kur ish kryeministri juaj Arben Ahmetaj u shpall në kërkim nga SPAK, ju deklaruat se nuk mbani përgjegjësi për bashkëpunëtorët tuaj të cilët han dardha pas shpinës tuaj. Sot një tjetër bashkëpunëtor juaj Erion Veliaj është në burg dhe një ditë më parë GKK ka vendosur në mas sigurie zvendës kryeministrën tuaj për shkelje të barazisë në tendera. Pyetja ime është, a do shkarkoni Belinda Ballukun dhe a kemi të bëjmë me një rastësi dhe të gjithë bashkëpunëtorët tuaj han dardha pas shpina, apo është një model qeverisës për të cilin ju duhet të mbani përgjegjësi? Faleminderit. Po, zgjedhjet kanë qenë të lira dhe të ndershme. Është gjithmonë mirë kur marrim sugjerime për përmirësime dhe kjo është gjë e mirë për Shqipërinë, por edhe për Bashkimin Evropian. Faleminderit për pyetjen. Dua të them fillimisht se nëse sot Shqipëria i ka hapur të gjithë kapitujt e negociatave për antarësim, ndër
disa arsye themelore, është edhe fakti se Shqipëria po e lufton seriozisht korrupsionin dhe krimin e organizuar. Dhe pa diskutim që sot edhe fakti që mund të bëhen pyetje me këtë përmbajtje lidhet me një epokë të re ku kemi hyrë. Dhe në këtë epokë të re, Shqipërinë e ka futur kjo shumicë qeverisëse me mua në krye. Për sa i përket rastit konkret, duhet të them 3 gjëra. Spari, pavarësia e gjyqësorit nuk është as një slogan, nuk është as një manovër politike dhe as një eksperiment i përkohshëm. Por është një shkëputje historike nga e kaluara. Dhe e realizuar vetëm në vitet e fundit, kjo pavarësi ka sjell një risi absolute në jetën institucionale të Shqipërisë dhe zhvillime të padiskutueshme pozitive. Duke filluar nga një fakt i pamohueshëm, varrosja e kulturës 100 e kusur vjeçare të pandëshkueshmërisë. Por ama ka shfaqur edhe dobësitë e natyrshme të një pushteti krejt të ri, fëminor për nga mosha, si dhe reflekset vjetra antidemokratike. Së dyti, dua të theksoj se pavarësisht dhe përtej kostove të larta që kanë për vendin dhe jo thjesht për ne, këto reflekse të vjetra antidemokratike, të trupave të reja speciale, për ne dhe për mua personalisht, mbrojtja e pavarësisë dhe ruajtja e pavarësisë së sistemit të drejtësisë janë para kushte. Janë para kushte për çdo qëndrim nga ana jonë, sepse, siç thotë edhe një fjalë e mençur që mua më pëlqen shumë, kur nuk duhet hedhur fëmia bashkë me ujin e pistën. Dhe këtu vite e treta, pezullimi nga detyra e një ministri, në këtë rast edhe zëvendës kryeministri, pra drejt për drejt përgjegjës për drejtimin e qeverisë në mungesë kryeministrit, është një tjetër shfaqje e pikërisht astyre doftësive që përmenda më lart, të një pushteti krejt të ri dhe e reflekseve antidemokratike që përmenda po ashtu më lart. Ky është një rast unikal në historinë e Europës dhe po ashtu edhe në historinë e trupave speciale të drejtësisë që janë krijuar në proceset e integrimit evropian të vendeve të ish-lindjes komuniste, ku s'ka ndodhur kurrë që një prokuror dhe një gjykatës të mblidhen kokë në kokë dhe të pezullojnë nga detyra një antar i qeveria. Por, dhe ky është një por shumë i madh, nëse një prokuror special dhe një gjykatës special, i shkallës parë të speciales, këtu në Shqipëri, kanë vendosur të pezullojnë një ministër, cënimi drejt për drejt i pavarësisë dhe i funksionimit të një pushteti tjetër të pavarur, siç është ekzekutivi, duke marrë kompetencat e kryeministrit, të presidentit dhe të parlamentit, prej nga buron mandati
i qeverisë dhe i çdo ministri. Zgjedhja jonë në raport me këtë fakt është strategjikja si gjithmonë për ta ruajtur dhe për ta mbështetur pavarësinë e gjyqësorit si parakusht, edhe në këtë rast ekstrem. E thënë drejt për drejt, ne nuk mund t'i përgjigjemi një arbitrariteti të këtyre përmasave me asnjë lloj arbitrariteti. Dhe as do të angazhohemi larg qoftë në një betejë politike, retorike me drejtësinë. Por do vazhdojmë me durimin ton strategjik. Do ta ruajmë dhe mbështesim pavarësinë e gjyqësorit, do ta respektojmë pa kushte vendimin e pezullimit të ministres dhe në ndërkohë do të kërkojmë mbrojtjen e pavarësisë së funksionimit të cënuar të qeverisë vetëm tek drejtësia në gjykatën kushtetuese. Këta jemi ne, ky jam unë, dhe kështu do të jetë deri në fund, kur unë të kem privilegjin që të udhëheq Shqipërinë për ta bërë anëtare të Bashkimit Evropian. Mbrojtja e pavarësisë së re dhe jo të përkohshme të sistemit drejtësisë është prioriteti ynë absolut edhe përballë situatave kaq flagrante sa kjo situatë, për cilën po drejtësia duhet të gjejë përgjigjen kushtetuese. Raziela Myslimaj nga Report Televizion. Zoti kryeministër, siç e cekët edhe vetë që qeveria nuk mund të qëndrojë pa një zëvendës kryeministër, është një post kushtetues. A keni diskutuar dhe keni menduar për emrin që do të zvendësoj Belinda Balluku në postin e zëvendës kryeministrit dhe a do të jetë me një karakter po kaq të fortë politik sa Belinda Balluku apo do të jetë një figurë më teknike ndoshta? Nuk u kuptuam. Pezullimi është vendim i një gjykate që ne do ta përcjellim në gjykatën kushtetuese si një akt brutal ndërhyrje në pavarësinë e pushtetit ekzekutiv. Dhe gjykata kushtetuese do duhet të na thotë se cili është qëndrimi i saj bazuar mbi Kushtetuën e Republikës së Shqipërisë. Pra nuk jemi në kushtet kur duke ndërhyrë me forcë në pavarësinë e ekzekutivit mund të diktohet ndonjë lëvizje e qeverisë. Kështu që për periudhën që flasim, qeveria e Shqipërisë nuk ka zëvendës kryeministër dhe nuk ka një ministër të infrastrukturës dhe energjisë që funksionon. Kaq. Përshëndetje, Erkys Gjençe, News 24. Zonja Kos, ju dëgjuat deklaratat e kryeministrit për sa i përket çështjes së zonjës Balluku, zëvendës kryeministres. Një pyetje për ju. Bashkimi Evropian a pret që vendet anëtare që aspirojnë të anëtarësojnë në Bashkimin Evropian të kenë një zëvendës kryeministër dhe ministre e cila mbi të cilën e rëndon një akuzë nga prokuroria speciale? Faleminderit. I cannot comment the concrete cases. What I Mund të can komentoj say çështje is konkrete. Ajo që mund të them
është që një sistem i pavarur gjyqësor është një nga arritjet më të mëdha të Shqipërisë gjatë viteve të fundit dhe gjithashtu Shqipëria ka patur një ecuri të rëndësishme në luftën kundër korrupsionit. Dhe këtë ne kemi patur si pjesë të gjetjeve tona dhe e kemi bërë edhe pjesë të raportit të zgjerimit, ajo që ka ndodhur gjatë 2 viteve të fundit në Shqipëri, në fushën e sundimit të ligjit, e mbrojtjes së qytetarëve dhe të sektorit të biznesit, do thosha që është e paprecedent. Ajo që ne duam nga çdo vend kandidat është të ketë një sistem ku me ndihmën e sistemit gjyqësor do të ketë siguri ligjore, që në rast se dikujt i dhunohen të drejtat, atëherë ka gjykata dhe ka gjykatës të cilët do të kujdesen për këtë çështje. Dhe sigurisht që raste të tilla ndodhin gjithandej, por e rëndësishme është që ne të ndjekim vendimet e gjykatës dhe ajo që kam dëgjuar nga kryeministri që do të ndodhë në fakt. Diçka që është shumë e rëndësishme në parim, sepse u soll këtu Bashkimi Evropian si një pikë referimi për çfarë duhet ndodhi nga pikpamja politike. Nuk ka një qëndrim uniform Bashkimi Evropian, por ajo që është më rëndësishme se sa kjo, është që nuk bën vaki në Bashkimin Evropian. Që njerëzit të pezullohen nga funksionet, është unike në historinë e Evropës kjo, duke qenë të zgjedhur. Nuk bën vaki në Bashkimin Evropian që kryetarët e bashkisë të merren nga zyra dhe të çohen në burg pa gjyq dhe të mbahen në paraburgim për muaj të tërë, nuk bën vaki në Bashkimin Evropian që siç e thot jo qeveria e Shqipërisë, po Komisioni i Torturës i Strasburgut, një vend të ketë më shumë të paraburgosur se sa njerëz të gjykuar dhe të burgosur me gjyq. Kështu që në këtë pikë unë besoj që të gjithë duhet të bëjmë punën dhe të luajmë rolin tonë. Ne kemi tonin, roli ynë është që të jemi garant të kësaj pavarësie të drejtësisë që Shqipëria po e njeh për herë të parë në historinë e vet, ta mbrojmë këtë pavarësi të gjyqësorit edhe kur rëndon mbi ne në formën e një padrejtësie sipas nesh, që e përsëris nuk ka të ngjashme në Europë dhe të respektojmë kufirin tonë, pa hyrë në territorin e një pushteti tjetër të pavarur. Por nga ana tjetër, të gjithë duhet të bëjnë detyrën e tyre. Nuk mund të hyhet në territorin e një pushteti tjetër të pavarur dhe kjo vlen edhe për pushtetin ekzekutiv, kjo vlen edhe për pushtetin legjislativ. Ashtu si kundër, miqësisht ju them që kultura e gjyqeve popullore dhe e organizimeve nëpër salla që dikur ishin salla teatrosh dhe vatrash kulture, sot janë sallone mediatike, për të dhënë dënime bazuar mbi sekrete hetimore të nxjerra nga vetë prokurorët, është një kulturë që duhet ta luftojmë të gjithë, sepse nuk i bën mirë askujt dhe nuk i bën mirë kësaj shoqërie. Por, natyrisht, nuk është puna ime ajo, puna ime është kjo që po ju them. Ne jemi garantët e pavarësisë gjyqësorit, do vazhdojmë të jemi garantët e pavarësisë gjyqësorit me çdo çmim, edhe kur çmimi është i atill që të vjen të mos ndalesh duke thënë se çfarë të shkon nëpërmend.
Por këtë rrugë kemi zgjedhur dhe vetëm kështu ne mund të arrijmë objektivin që të bëhemi vend antar i Bashkimit Evropian dhe duhet ta besojmë këtë gjë. Është një pushtet i ri, fëminor, i ndërtuar mbi një të kaluar që nuk e ndihmon drejtsinë e pavarur. S'ka traditë, s'ka kulturë historike të një drejtësie të pavarur. Aftësitë e prokurorëve dhe gjykatësve janë një pjesë shumë e rëndësishme që duhen rritur dhe forcuar. Duhet kohë, duhet durim dhe duhet vendosmëri. Ne këtë vendosmëri e kemi dhe për sa kohë do ta kemi, do të jetë kështu. Dhe kur them për sa kohë do ta kemi, flas për veten time. Që sa të jem unë në këtë detyrë nuk do shikoni luftra me drejtësinë apo akuza për të kundërshtuar, akuza që bën drejtësia. Ato duhet i shohë gjykata, por ama në ana tjetër ka një kufi. Ai është kufia që përcakton kushtetuta midis pushteteve të pavarura. Dhe nëse ne lejojmë të shkelë dhe ai kufi, atëherë ne kemi humbur diçka që është themelore jo për mua, as për këtë qeveri, as për një ministër sa qeverie, po për rendin kushtetues në Republikën e Shqipërisë. Shumë faleminderit.